Shefat e Agjencisë Kombëtare të Ujësjelljes Kanalizimeve i kanë dhënë një tender me vlerë 3.4 milion euro kompanisë ED Konstruksion SHPK me pronar 90 vjeçarin Ramadan Ibrahimi. Në buletinin e prokurimeve publike të datës 16 shkurt 2026, Agjencia Kombëtare e Ujësjelljes Kanalizimeve ka njoftuar për zhvillimin e tenderit me objekt ndërtimi i rrjetit të kanalizimeve në lagjen Baba Rexhepi dhe lidhja e kolektorit në bulevardin e Sarandës. Çdo ndërtues që ka licencë biznesi ka të drejtën të kërkojë dhe marrë tendera, edhe sikur të jetë 100 vjeç, por pronarët e kompanisë ED Konstruksion SHPK janë në hetim nga SPAK për falsifikim dokumentesh e vjedhje fondesh publike në tenderin e ujësjellësit zona Alto me Maliajt, bashkë me kompaninë KEG SHPK. Vlera e tenderit ishte 5 milion euro, dhënë nga ish-kryebashkiaku i Memaliajt Gjolek Guci, pagar dhe me 99.99% të fondit limit, ndërsa pronari 90 vjeçar Ramadan Ibrahimi i kompanisë ED Konstruksion SHPK në shkelje të kontratës ja dha punimet firmës që kishte bërë projektin, ja dha kompanisë Artreum Generation SHPK në pronësi të Lorenz Bamit, drejtori urbanistikës në bashkinë e Tepelenës, në hetim për korrupsion me tenderet, lejet e ndërtimit, tokat publike dhe fondet e IPARD, bashkë me ish-kryebashkiakun Tërmet Peçi, në kallëzimin e KLSHM 28 tetor 2024 dhe në procedimin penal numër 216, datë 4 nëntor 2024 nga SPAK, thuhet se ish-kryebashkiaku i Memaliaj Gjolek Guci, në bashkëpunim me pronarët e kompanisë ED Konstruksion SHPK dhe KEG SHPK, kanë paracaktuar marrjen e tenderit për ndërtimin e ujësjellësit me vlerë 5 milion euro. Po sipas dosjes hetimore të SPAK, janë bërë pagesa pa nisur punimet. Vlera e kontratës ju dha 30% më e lartë se kostoja reale e projektit, ndërsa ujësjellësi duhet kishte përfunduar e vënë në funksion brenda muajit maj 2023, por deri më tani janë kryer vetëm 20% e punimeve, ndërkohë që pronarët e kompanisë ED Konstruksion SHPK janë në hetim nga SPAK për aferën me ujësjellësin Memaliaj e tender të tjerë. Agjencia e Ujësjelljes Kanalizimeve pas penalizimit i dha edhe tenderin 3.4 milion euro për kanalizimet e Sarandës. Nëse ka një rezultante që bashkon dy diagramat e personazheve kryesor të politikës shqiptare, Sali Berishën dhe Edi Ramën, është përpjekja për të rënë sa më butë në perëndimin e tyre politik. Megjithatë, kryeministri dhe kryetari i PD-s janë të ndryshëm si karaktere dhe personalitete, si edhe në kushtet aktuale të jetës së tyre politike. Nga zgjedhjet, perceptimet publike dhe sondazhet, si edhe nga sinjalet që vijnë nga kancelarit ndërkombëtare, rezulton se asnjëri prej tyre nuk përfaqëson më shpresën e shumicës së shqiptarëve, nuk udhëheq vlerat reale të shoqërisë dhe nuk gëzon besimin e shumicës dërmuese. Ky çift politik mbijeton më shumë si inerci se sa si drejtues aktiv të vendit. Ata nuk udhëheqin një jetë politike të natyrshme, por qëndrojnë në skenë duke u kapur pas strukturave të vjetra politike shqiptare. Edi Rama është më i fuqishëm se rivali i tij dhe administron më shumë pushtet, para dhe njerëz. Megjithatë, ai nuk paraqitet si një lider autonom që merr vendime i pavarur. Ai duket i kushtëzuar nga mjedisi ekonomik dhe politik që e ka mbështetur që prej ardhjes në pushtet. Partia Socialiste funksionon më shumë si mbështetje politike e pushtetit ekzekutiv sesa si organizat me proces të brendshëm politik. Struktura të ndryshme ndikimi dhe interesa ekonomike janë ndërthurur me pushtetin qeverisës. Rama është jo një drejtues fuqiplot, por një lloj CEO-je i një karteli apo korporate të gjerë biznesi, i cili është në realitet fuqia e tij që e mban në pushtet. Kryeministri aktual është një administrator i deleguar i një bordi sipërmarrësish që punojnë mbi tokë dhe nën tokë për të vjel para, duke përdorur burimet shtetërore qoftë si kapitale fillestare, por më shumë si vrima poroze për të pasuruar, financuar dhe qarkulluar vlerat monetare që vijnë nga bota e nën tokës. Ky mjedis interesash krijon një rreth të mbyllur që e mban pushtetin aktual në funksion. Megjithatë, ndryshe nga figura si Erdogan apo Orban, Rama perceptohet si i brisht për shkak të varësisë nga këto struktura. Sali Berisha nga ana tjetër ruan një pjesë të energjisë dhe përvojës së tij politike, por nuk paraqitet më si lider me ndikim të gjerë. Mbështetja e tij është më e kufizuar dhe e mbështetur në rrjete klienteliste. Influenca e Berishës është e pranishme, por e reduktuar krahasuar me periudhat e mëparshme. Mbajtja e rolit të tij politik kërkon aleanca dhe mbështetje që nuk janë më të njëjtat si dikur. Në këtë realitet, të dy figurat kryesore të politikës shqiptare duken varura nga struktura më të gjëra interesi që ndikojnë mbi vendimarrjen dhe që përcaktojnë kufitë e lëvizjes së tyre politike. Megjithse 3 vite më parë, kryeministri Edi Rama njoftoi lëshimin e hapësirë të dy satelitëve shqiptar, Albania 1 dhe Albania 2, me vlerë kontrate 6 milion euro, institucionet dhe entet publike shqiptare po zhvillojnë tender me vlerë miliona euro për shërbime satelitore. Pas tenderit me vlerë 2.7 milion euro të shpallur më 26 janar 2026 nga drejtori i Fondit Shqiptar të Zhvillimit Dritan Agolli për fotografime ajrore të territorit, tender për shërbime satelitore ka shpallur edhe drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Ilir Proda.
Sipas njoftimit në buletinin e prokurimeve publike të datës 16 shkurt, policia e shtetit nëpërmjet një procedure të veçantë dhe të klasifikuar sekret kërkon shërbim satelitor për rrjetin Datacom të policisë. Me urdhrin e prokurimit numër 5 datë 20 janar 2026, drejtori i policisë së shtetit Ilir Proda ka parashikuar një kontratë me vlerë 946 milion lek PATVSH e barabartë me rreth 1 milion euro për këtë shërbim satelitor. Tenderi i klasifikuar si shërbim sekret dhe me afat kontrate 3 vjeçar do të zhvillohet me procedurë të mbyllur më 26 mars 2026. Ekziston mundësia që edhe ky tender të jepet kompanisë turke Mesciolu Mühendislik ve Müsavirlik, e cila një muaj më parë fitoi tenderin 2.7 milion euro nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit për fotografime satelitore të territorit të Shqipërisë. Këto miliona euro për shërbime satelitore paguhen nga buxheti i shtetit, ndërkohë që vazhdon të jetë në fuqi kontrata 6 milion euro për satelitët Albania 1 dhe Albania 2, që prej njoftimit të tyre nuk janë bërë publike rezultate konkrete mbi përdorimin e këtyre satelitëve për monitorimin e ndërtimeve pa leje, rrëshqitjeve të tokës, kontrollin e digave dhe urave, paralajmërimin e përmbytjeve dhe tërmeteve, kontrollin e zjarreve apo fenomene të tjerë të sigurisë dhe mjedisit. Mungesa e informacionit mbi funksionimin efektiv të satelitëve Albania 1 dhe Albania 2 ka bërë që institucione të ndryshme, përfshirë ato të sigurisë dhe antikrimit, të vijojnë të kontraktojnë shërbime të reja satelitore me kosto shtesë për buxhetin publik. Shkruan Gjergj Zefi. Fatmir Mediu prej disa vitesh është i pandehur për katastrofën e Gërdecit, ku humbën jetën 28 persona dhe u plagosën qindra të tjerë dhe vijon të përballet me procesin gjyqësor. Megjithatë, ai gëzon imunitetin parlamentar dhe udhëton në SBA dhe në Europë, duke marrë pjesë në konferenca për sigurinë dhe demokracinë. Sali Berisha është i pandehur prej 3 vitesh nga SPAK për korrupsion, lidhur me çështjen e pronës publike në dosjen Partizani, si edhe për pastrim parash dhe pasurim të paligjshëm. Dosja ka kaluar në gjykatë prej vitit kaluar dhe procesi gjyqësor është në fazat e para. Megjithatë, ai gëzon lirinë e lëvizjes dhe ushtron funksionet e tij politike si kryetari i opozitës. Aktualisht ka një masë sigurie e detyrim paraqitje një herë në 2 javë. Imuniteti ose kërkesa për masa më të ashpra ndaj tij nuk u kërkua për shkak të veprës penale që rëndon mbi të, por pasi ai fillimisht nuk zbatoi masën e detyrimit për paraqitje. Olta Xhaçka, deputete e Partisë Socialiste dhe ish-ministre, është marrë pandehur nga gjykata e posaçme kundër krimit dhe korrupsionit për shpërdorim detyre dhe pastrim parash në lidhje me përfitimin e një trualli në dhërmi me statusin e investitorit strategjik. SPAK vijon hetimin dhe sipas afateve procedurale, dosja pritet të kalojë në gjykim. Deputetja ushtron mandatin e saj dhe nuk është dhënë leje për masa si kontroll banese, përgjim apo kufizim të lirisë personale. Në një situatë të tillë janë edhe një dyzinë deputetësh si Luan Baçi, Tërmet Peçi e të tjerë, ndërkohë SPAK i ka dorëzuar kuvendit kërkesën për autorizim për heqje të lirisë personale dhe të lëvizjes së zëvendës kryeministres dhe ministres së energjisë dhe infrastrukturës Belinda Balluku, e cila është marrë pandehur për shkelje të barazisë në tender. Hetimi ndaj saj ka nisur prej 2 vitesh, që nga momenti kur u vënë në hetim ish drejtoria RSH Servis Berberi. Dosja përmban përgjime telefonike dhe komunikime të tjera të mbledhura gjatë hetimit. Në raste të tjera për të njëjtën vepër penale, personat e pandehur janë hetuar në gjendje të lirë. Në çështjen e tenderit të uniformave të policisë së shtetit të pandehurit, janë ndjekur pa mas siguri arresti dhe dosja ka kaluar në gjykim. Megjithse u provua dëmi prej 13 milion eurosh, në burg përfunduan disa zyrtarë të niveleve të ulta dhe as ministri dhe as sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Brendshme nuk u prek. Edhe në rastin e ish-ministrit Ilir Beqaj, masa e arrestit nuk u vendos për çështjen e sterilizimit, por për një vepër tjetër penale të lidhur me konflikt interesi. Shumica e çështjeve që heton SPAK në fushën e kontratave të infrastrukturës lidhen me veprime të kryera në të kaluarën, me dokumentacion të administruar dhe të depozituar në institucionet shtetërore. Në këto rrethana lind debati mbi domosdoshmërinë e masave shtrënguese si kufizimi i lirisë apo kontrollet e banesës. Në këtë rast nuk kemi të bëjmë me një ngjarje flagrante apo edhe një vepër të rëndë të dukshme, siç klasifikohen vdekje dhe plagosjet e shumta, vepër penale për cilën është i pandehur Fatmir Mediu, që do të thotë se si ligjërisht, si logjikisht nuk ka asnjë shkak për të kërkuar heqjen e lirisë personale apo të lëvizjes. Të gjitha aktet zyrtare mbi kontratat e tenderve janë marrë në të shkuarën dhe ekzistojnë të gjitha në arkivat e zyrave të shtetit, që do të thotë nuk ekziston shkaku për të kërkuar leje për kontroll apo përgjim. Atëherë pse është nxituar prokurori që kërkon masë shtrënguese vetëm për këtë rast duke ndjekur një standard të dyfisht? Nëse nuk ekzistojnë kushtet, precedentët apo konteksti për ta bërë këtë, ka arsye që nuk lidhen me ngjarjen, por jashtë saj, që mund të jenë qoftë shkaqe politike apo personale ndaj pikërisht për këtë, për të ndaluar ndërmarrjen e revanshin jo juridik. Kushtetuta parashikon imunitet për përfaqësuesit e zgjedhur, me qëllim mbrojtjen e ushtrimit të mandatit. Ata mund të hetohen sipas ligjit, por
ndërhyrjet që prekin lirim personale dhe funksionin politik kërkojnë autorizim dhe duhet të mbështeten në kushte të qarta procedurale.